بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين وفي الله ملينا الله تبارك وتعالى ما كومنتي من سورة الملك أتسلا سورة Surja e parë e gjuzit të 29. Është e 67 në rënditje, është prej sureve mekase dhe gjithsej ka 30 ajete. Sa i përket vlerës së kësaj sureje, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që transmeton prej tij Abu Huraira radhiyallahu anhu, që shënon Abu Davudi rahimahullah në sunenin e tij, thot suratun min al-Qur'ani 30 aje. Është një sure në Kur'an e cila ka 30 ajete. Tashfa'u li sahibiha hatta yughfara lah. Ajo sure bën shefat, ndërmjetëson për ata i cili e lexon vazhdimisht derisa t'i falen atij që të gjitha gjunahet. Edhe lexon thot tabarakalladhi bi yadihi al-mulk. Kjo është vlera e kësaj sureje, e cila është sunet të lexohet çdo ditë, qoftë ditën apo edhe para xhumit. Në fillimin e kësaj sure thot Allah tebaraka ve teala Tebarak alladhi biyadihi al-mulk. Kjo fjala tebarak vjen prej bereqetit. E bereqeti al-baraka e dim që është një hajër, një mirësi e shumt e cila është e përhershme. Edhe kjo folje tebarak vjen veç kur është në pyetje Allah tebaraka ve teala. Nuk thuhet tebaraka për dikën tjetër. Zakonisht kjo përmendet veç për Allahun xhalla xhelaluhu. Tebarak alladhi biyadihi al-mulk. Tebarak do të thonë Allahu xhalla wa ala e ka hajrin e madh, hajri i cili vjen prej tij është shumë i madh. Allah te bareke ve teala është i lartë madhrum, i jep mirësi të shumta. E kështu me radhë. Tabarakalladhi bi yadihi al-mulk. Ky Allah i cili i ka gjithë këto mirësi të mëdha që na jep neve, në dorën e tij është i gjithë pushteti dhe gjithë sundimi dhe gjithë pasuria. Fillimisht e përmend Allah xhalla wa ala një prej sifateve të tij, prej cilësive të tij që është dora e tij subhanahu wa ta'ala, e cila na krejt e dim çka është dora, por nuk e dim se është dora Allah te bareke wa ta'ala, nga se e dim që cilësitë e Allah xhalla wa ala nuk ngjasojnë me cilësitë e krijesave. Në dorën e tij është i gjithë pushteti edhe gjithë pasuria, edhe gjithë sundimi. Andaj do të më ditë njëri që kur kërkon diçka prej këtij pushteti të madh, prej kësaj pasurie të madhe, prej këtij sundimi të madh, do të më kërku veç prej atij në dorën e cilit është ai pushtet. Jo prej dikujt tjetër, nga se nuk ka mundësi dikush me t'jep diçka prej pushtetit Allah xhalla wa ala, përveç Allahut azza wa jall. Nuk ka mundësi. Kështu që ky pushtet është vetëm në dorën e Allahu xhalla xhelaluhu. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dhe Allahu është i plot fuqishëm për çdo gjë. Ka mundësi me bëj çka don. Nga se në dorën e tij është i gjithë pushteti. Ajeti i ngjashëm me këtë ajet është edhe ajeti i surës Ali Imran, ku thot Allahu xhalla wa ala qul illahumma malik al-mulk. Thuaj o Allah i cili vetëm ti je poseduesi i gjithë pasurisë, i çdo sundimit, gjithçka që ekziston është në dorën tënde. Qul illahumma malik al-mulk tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha. Ti ai i cili kët pushtet, kët sundim, kët pasuri ja jep kujt don edhe e ndalon atë prej kujt të don. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Edhe ti o Allah je i vetmi i cili e ngrit ata që ti e përzgjedh, ata që ti don, edhe e ul e poshtron ata që ti e përzgjedh me poshtru dhe me ul. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika al-khair. Vetëm në dorën tënde është hajri, gjithë hajri është vetëm në dorën e Allahu xhalla xhelaluhu. Innaka ala kulli shay'in qadir. Me të vërtetë o Allah je ai plot fuqishëm, ai i cili ka mundësi të bëj gjithçka. Pastaj vazhdim thot Allahu xhalla wa ala alladhi khalaqa al-mauta wal-haya. Allahu xhalla wa ala është i vetmi i cili e ka krijuar vdekjen e pastaj edhe jetën. Po para se me dalë të ky ajeti i dytë, është një hadith interesant që transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tij, po ashtu edhe Imam Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam yaqbidu Allahu al-ardha yawm al-qiyamah. Ditën e gjykimit, Allahu xhalla xhelaluhu
e kap tokën në grushtin e tij. Krejt tokën e kap në grushtin e tij. Wa yatwi as-samaa bi yaminihi. Edhe në dorën e tij të djathtë e palos qiellin. E palos qiellin dorën e djathtë edhe e kap në grushtin e tij krejt tokën. Thumma yaqula, pastaj thot, ana al-malik. Unë jam mbreti, unë jam sunduesi. Ejna mulukul ard. Ku janë tash mbretërit e dynjas, mbretërit e kësaj bote, mbretërit e tokës? A ka dikush që mundet me dal u paraqit para Allahut te baraka wa taala? Pa dyshim që nuk ka mundësi. Mirë, thot Allahu xhalla wa ala, alladhi khalaqa al-mauta wal haya, është ai i cili ka kriju vdekjen edhe jetën. Fillimisht e përmend vdekjen. Pse përmend vdekjen para jetës? Nga se fillimisht njeriu është i vdekur e pastaj Allahu azza xhall jep shpirt dhe e krijon. Thot Allahu xhalla wa ala në surën Al-Baqara, kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Se po mohoni Allahun kur e dini që keni qenë të vdekur. Fa ahyaakum, e pastaj Allahu te baraka wa taala ju ka jep juve jetë. Thumma yumitukum thumma yuhyikum, pastaj ju bën me vdekje edhe një herë e pastaj ju ringjall edhe një herë në ditën e gjykimit. Thumma ilayhi turja'un, tek ai vetëm një dhe vetëm është kthimi. Thot Allahu xhalla wa ala në surën Ghafir, yawma hum barizun. Kur flet për ditën e gjykimit, thot njerëzit kanë me dal para Allahut te baraka wa taala krejt, me një vend, me një tokë, e dim gjendin çysh kena më kon ditën e gjykimit para Allahut xhalla wa ala. Yawma hum barizun. La yakhfa ala Allahi minhum shay. Nuk i ka Allahu azza xhall as një sen që ka të bëjë me këta njerëz. Çdo sen që është në lidhje me ty, Allahu azza xhall e sheh edhe e din edhe ka të regjistruar edhe të llogarit për ato. Çdo sen. Edhe thot limanil mulku al-yawm. Pyet kujt i takon pushteti dhe sundimi sot, ditën e gjykimit. Edhe vetveti subhanallahu i përgjigjet vetes vet. Lillahi al-wahidi al-qahhar. Allahu xhalla wa ala, i cili është një edhe i vetëm edhe i cili është gadhënjues. Këtu Allahu xhalla wa ala e përmend vdekjen edhe jetën edhe krijimtarinë atyre dyjave që më na jep neve me kuptu edhe me meditu që ka me na ardh vdekja. Thonë dietarët, për çata ka përmend një herë vdekjen, tani jetën. Që më njerë si të lexojsh alladhi khalaqa al-maut, ai që ka kriju vdekjen, me të kujtu, domthonë unë pas na me dek, edhe jam koni dekt, Allah më ka kriju, tash kam me dek prap, për me ringjall Allahu xhalla xjalaluhu. Krejt këta Allah ka kriju liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, që me ju shti juve me një test, edhe me pas se cili për juve po bën vepra më të mira. Nuk ka thonë Allah xhalla wa ala cili për juve po bën më shumë vepra, po ka thonë cili për juve po bën vepra më të mira, që janë në përputhshmëri me Kur'anin dhe me Sunetin. Edhe që para kësaj kanë sinqeritetin. Kushtet e pranimit çdo ibadeti, e që është sinqeriteti i parë, dhe dyta më kon në përputhje me Kur'anin dhe me Sunet. Me bëni ibadet ashtu siç e ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Është interesant se i përket vdekjes, Allahu xhalla wa ala e përmend surën Az-Zumar, në ajet ku thot Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha. Allahu xhalla wa ala ja u merr shpirtin do njerëzve kur vdesin. Wallati lam tamut fi manamiha, po ja u merr shpirtin pi trupit edhe do njerëzve tjerë kur shkojnë me flajt. Fayumsiku allati qada alayha al-maut. Kone ja ka shkruar dhe ja ka obliguar me vdekjen në çat çast, ja man shpirtin, nuk ja kthen mund trup kur. Wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Ndërsa njerëzve tjerë ja u dërgon shpirtin edhe një herë ja u kthen, e që kjo ndodh çdo natë. Surja Al-Mulk, që ka të bëjë me pushtetin e Allahut dhe sundimin e tij, është sure shumë interesante që do me meditu tepër shumë. Sidomos kur flet për vdekjen edhe për jetën. Nga se shpirti, subhanallahu, cilin na e kemi trup edhe për cilin nuk dim kurrë, nuk e dim as çka është, as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka ditë çka është shpirti. Çaj shpirt e dim që smujna pa ta. Po Allah azza xal edhe ata e kanë pronësi. Edhe çaj shpirt është i Allahut azza xal. Për atë arsye kur don ta kthen trup, kur don ta largon pi trupit, kur don s'ta kthen më kurrë hiç. Alladhi khalaqa al-mauta wal-haya
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Allahu Jalla wa Ala është el-Aziz, i plotfuqishëm, është tepër i fortë, hakmirët. Po edhe në njëjtën kohë është el-Ghafur, falës i madh i mëkateve. Allahu Azza wa Jalla është ai i cili i mbulon mëkatet e robëve të tij. Edhe pse ata nashta e meritojnë që dënimin e tij, edhe që të forcën e tij. E meritojnë që Allahu Azza wa Jalla më u hakmer për gjunat që i kanë bërë. Si të pendohen te Allahu Azza wa Jalla, Allahu Azza wa Jalla i fal më njerë. Subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu Jalla wa Ala në surën Al-Mu'minun: "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un." A mos keni menduar që ne ju kemi kriju kot së kote, edhe që tek ne nuk keni më u kthy? Do thonë Allahu po përmend edhe vdekjen, edhe jetën, krejt këto i kena kriju juve me ushtin sprov. Vet jetën, vetën e saj është sprov, vdekjen vetën e saj është sprov. Gjithçka subhanallahu që e përjetojnë në këtë dynja është sprov, për cilën kena me jep llogari për Allah Jalla Jalalu. Thot një prej poetëve kur e përshkruan pak dynjan edhe çka ndodh, thot thamaniyatun tajri ala an-nasi kullihim. 8 sene i ndodhin krejt njerëzve. Pse cili njeri që jeton kanë më ndodh çto 8 sene. Wala budda lil insani yalqa thamania. S'ka mundsi njeri që mos më përball me çto 8 sene. Sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun. E para gëzim. Se cili njeri gëzohet këtë dynja. Edhe gëzimi është sprovë vetë. E dyta pikëllimi, huznun. Se cili njeri pikëllohet këtë dynja, edhe kjo është sprovë vetë. Pastaj thot wa ijtima'un wa furqatun. Bashkim edhe ndarje. Se cili njeri s'ka mundësi në këtë dynja mos me u bashku, edhe mu kënaq me bashkim, edhe mos me u nda dhe mos, domethënë mos me pas problem në ndarjen. Pastaj thot wa usrun wa yusrun. Vështirësi edhe lehtësim. Se cili njeri në këtë dynja ka me shiju vështirësinë po edhe lehtësimin. Thumma suqmun wa afia. Edhe 2 senet e fundit thot sëmundja edhe mirëqenia. Se cili njeri ka me pas mirëqenia, ka me kon mirë, po ka me ardhur dita që ka me usmu. Se cili njeri ka me kon i lumtur, po ka me ardhur dita që ka me u mërzit. Se cili njeri ka me jetu qëto tetat. E krejt këto janë sprova për Allah te baraka wa ta'ala. Pastaj në ajetin e tretë, Allah Azza wa Jalla thot: "Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa." Është Allah një i vetëm i cili ka kriju 7 palë qiell tibaqan, palë, një minja. Se cilin qiell që e ka kriju edhe nuk preket me qiellin që e ka poshtë ose lart. Ma tara fi khalqi r-Rahmani min tafawut. Në krijimtarin e Rahmanit, Allah te bareke ve teala, të gjithë mëshirshmit, nuk i mundësi me pa rregullsi. Nuk i mundësi me pa mos përputhje. Edhe i sfidon Allah Azza wa Jalla njerëzit, tham që kjo surë është me kasa dhe i sfidon me ta kufartë, jo besimtarët. Ju thot ma tara fi khalqi r-Rahmani min tafawut. Është interesant. Në surën e pushtetit, edhe të sundimit, edhe të pasurisë, Allah Azza wa Jalla shpesh e përmend emrin e tij Ar-Rahman 4 herë. Domethënë, pushteti i Allahut është i lidhur ngushtë me mëshirën e tij. Nuk është sikur se pushteti i mbretërve ose njerëzve zakonisht që e kanë një pushtet vogël në këtë dynjë, e që për ta dhe për neve o tepër i madh, po nuk e lidhin ato me mëshirë. Po zakonisht me padrejtësi. Allah Jalla wa Ala tregon që secili njeri që ka pushtet do të më pas edhe mëshirë, dhe kjo është mësimeve që mirët prej surës Al-Mulk. Ma tara fi khalqi r-Rahmani min tafawut farji'i al-basar hal tara min futur. Thot, ktheje shikimin prap kur të kqyr të qiellin, apo mundesh me gjetë diçka ndaj parregullsi, jo, thot kqyr edhe një herë. Prap nuk i me gjetë kur far parregullsie, prap nuk i me mujt me gjetë kur far qarje, kur far plasaritje, kur gjë të keqe. Pastaj prap subhanallahu në ajetin tjetër thot thumma marji'i al-basara karratayn. Ktheje shikimin, kqyr të qiellin herë pas here, edhe disa herë tjera. Yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. S'ka mundësi me gjetë asë një vrejtje. Shikimi me cilin ki me këshyrë të dhe ki mu munu me gjetë një tmet,
ka me u kthy i për ullër. S'ka me mujt me gjetë diçka jo të përshtatshme në krijimtarinë e qiellit. Ka me u kthy i poshtrum edhe i nënshtrum ndaj Allah te baraka wa taala. Sa që thot Allah azza jall, wa huwa hasir, edhe ka me tu lodh shikimi. Do këshyr nëse dikush mundohet me këshyr me gjetë diçka që Allah azza jall se ka kriju çysh do të në qiell. Ki mu lodh edhe prap se prap nuk ki me mujt me gjetë diçka ndaj mangësi ose ndaj tmit. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Thot Allah azza jall, ne kemi zbukuruar qiellin e fundit, qiellin e dunjas më të afërtin, me disa ndriçues. Që janë yje të shumt, ndërto edhe hëna edhe dielli. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Edhe ato yje apo ata meteor i kemi bër gjuajtje për shejtant. Shejtant e gjend cilt mundohen me vjedh wahjin e Allahut, sidomos në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ka zbrit diçka, janë shkuar dhe në afru një deri në qiell nalt, janë mundu me dëgju diçka prej wahjit, që është shpall Allah azza jall Xhibrilit alayhis salam, pastaj Xhibrili alayhis salam pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Edhe kanë dëgju diçka prej të vërtetës. Edhe kanë ardhur ata e kanë pru te sirbast. Edhe kanë thonë për shembull ç'i kjo ka më ndodh, mas një kohë caktuar. Sirbast ata e pështjellën me 100 edhe ma shumë gënjeshtra tjera edhe ja u tregojnë njerëzve. Kur ndodh veç ajo, njerëzit domethënë e ka thonë vërtetën ai sirbas, edhe i besojnë. Allah na rrit. E me këto yje apo me këta metar, Allah xhallahu ala i gjun këta shejtan që mundon me vjedh wahyin. Wa a'tadna lahum adhab as-sa'ir, edhe për këta shejtana po gjën e kemi bë gati një dënim në zjarr, e që është nxehtësia e madhe e zjarrit, Allah na rrit prej tij. Sa i përket yjeve, e kena përmendur në derset e kaluara që Allah azza jall i ka kriju për disa shkaqe, ndërto 3 shkaqe kryesore që kanë përmendur selefi. E para, zbukurimi i qiellit. E dyta, gjuajtja e shejtanëve me ta, edhe e treta, udhëzimi përmes tyre. Me siguri që ka edhe sebepe apo shkaqe tjera për krijimin e yjeve. Pastaj thot Allah te baraka ve taala, "Walil ladhina kafaru bi rabbihim adhabu jahannam." Sa i përket atyre cilët e mohojnë Zotin e tyre, e kanë një dënim që është dënimi i xhehenamit. Njerë ka fol veç për e gjend që kanë dënim, e tash po thot edhe tjerë njerëz. Edhe njerëz edhe gjend. Kushdo që e mohon Allahun azza xal, e pret dënimi i xhehenamit, wa bi'sal masir, sa vendi keq dhe përfundimi keq që është ai. Pastaj flet se çka i gjen njerëzit kur tin në xhehenam, Allahu na rujt. Thot idha ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Kur njerëzit gjuhen në xhehenam. Që thot Allah azza xal surën At-Tur, yawma yuda'una ila nari jahannam da'a. A dit kanë mushty, kanë mu gjuh me forcë në xhehenam. Që atëherë kur tin edhe gjuhen në xhehenam, sami'u laha shahiqan, kanë me dëgju një zë tepër të tmerrshëm, që kanë mu friksu tepër shumë prej tij, që i ngjason një zonë që kur të met njëri pa frym, edhe mundohet me marr frym. Në zot ngjajshëm, alshan edhe xhehenami, Allah na rujt na dit. Wa hiya tafur, edhe non stop është duke vlu. Vlan xhehenami, vlan edhe alshan çadzos subhanallah. Takadu tamayyazu min al-ghayz. Gati sa nuk qahet, e nuk coptohet xhehenami min al-ghayz, prej inatit, prej zemrimit, prej xhelozisë që ka për dinin Allah azza xal. Kur e din që ata jo besimtarë që s'ju kanë nështruar Allah, tash kanë hijate. Edhe zjarri xhelozon për çështje fetare. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Sa herë që gjuhet një grup i njerëzve në xhehenam, ata melek të xhehenamit, rejtart e xhehenamit, kanë mi pyet. Kanë mi thonë, alam ya'tikum nadhir, as ju ka ardhur juve asnjë paralajmëruesa, s'ju ka ardhur juve dikush i dërguar pe Allah që më u tërheq vërejtjena? Kjo është interesant subhanallahu, se është dënim në vete. Dënimi i trupit po dihet, që dënohen prej nxehtit të madhe, ju ndrohet lëkura, sarqet, ju djegët, krejt këto i dim. Po subhanallahu, në këtë ajet Allah e përmend edhe një dënim tjetër që është, muna me thonë, dënimi i shpirtit, ose dënimi i ndërgjegjes. Këta melek ja u qesin në nërmen, ju thonë, as ju ka ardhur juve asnjë pejgambera? Këta din që ju ka ardhur patjetër, po tash paramendon me vetë, në xhehenam atë ka ardhur ty në pejgamber.
dhem subhanallahu shpirtin, tekadu tamayyazu min al-ghayz. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى. Thojnë po, pa dyshim që na ka ardhur. Kanë mujt me thonë veç i kaq. Bela, po, na ka ardhur edhe më me çkaq. Po thonë qalu bela qad ja'ana, na ka ardhur neve, edhe përmenin kush nadhir, një paralajmërues. Do thonë këta thonë prej pishmallëkut madh, prej asaj gjendjes të keqe, për mërzisë të madhe që kanë xhenem. Bela qad ja'ana nadhir. Po wallahi, na ka ardhur. Një paralajmërues, çasi që po na vet një, po çasi na ka ardhur. Fakadhabna. Po fatkeqësisht na si kena përgjigj, po e kena përgënjeshtru. Wa qulna ma nazzala Allahu min shay. Edhe kena thonë, Allahu nuk ka zbrit kur gjë hiç. Allahu xhalla wa ala nuk e ka zbrit asnjë libër, asnjë pejgamber. Thonë kufër i qartë. In antum illa fi dalalin kabir. Me të vërtet ju jeni në një devijim shumë të madh. Kush e thot këtë fjalë, ju jeni në një devijim shumë të madh? Kush po më mendja? Do dietar thonë me laçet, ju thonë njerëzve, ju jeni çatu në kufarëve në xhenem, jeni me një devijim tepër të madh. Apo po e shihni ku ju ka pru. Po thonë do dietar tjerë, këta ja kanë thonë, këta njerëz pejgamberëve dërguarve kur ju kanë ardhur në dynjë. Ju kanë thonë Allah i ka dërguar, këta kanë thonë ju jeni me një devijim tepër të madh, Allahu na ruaj. Pastaj në vazhdim thot Allahu xhalla wa ala وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Xhenem, kur tin këta njerëz, thonë, sikur të kishim dëgju na, çyshu kërku prej neve. Jo veç me dëgju një zhurmë ose një zo, po me dëgju me zemër. Sikur të kishim dëgju që më përgjigj asaj në cilën na kanë thirrë këta pejgamber, ose të kishim shtim funksion zemrën edhe trunin, ma kunna fi ashabi as-sa'ir. Si shkon këtu ku jem, si shkon xhenem li. Po tash është vonë. Nashta këta e thojnë edhe pej shpresës që Allah xhalla wa ala i kthen edhe një herë. Po prapse Allah thot walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Sikur ti kishim kthy ata, prap ju kishin kthy subhanallahu veprave që i kanë bë. E din Allah azza xal çdo sen. Dituria ti është e plot. Edhe për diçka që nuk ka ndodhur, e din që sikur të kishte ndodhur, çysh kish më ndodh. Subhanahu wa ta'ala. Fa'tarafu bi dhanbihim. Thot Allah azza xal këta e pranojnë gabimin e tyre që kanë bë. Amo është vonë. Fasuhqan li ashabi as-sa'ir. Mirë për ta. Sa e largët që është mëshira Allah për tyne. Qa që madhe që mëshira Allah, subhanallahu njëtën ku, qa që largët prej këtyne njerëzve. Sa i përket ajetit paraprak, njerëz cilët e mohojnë Allahun xhalla wa ala, edhe nuk e shtin trunin edhe zemrën funksion, i kanë dy probleme. Problemi i parë janë qefet personale që i pasojnë ata në këtë dynjë. Ash-shahawat. Njëri që japet mos në qefeve të mëdha, normal që zemra e tij nuk mundet me u bind Allahut azza xal. Për shkak që në epsheve të mëdha që i pason. Edhe e dyta janë shubuhat, dyshime të mëdha ose paqarësi të mëdha. Dikush ju bën cytje, i shtin dyshime në zemrën e njerëzve, edhe ata nuk mujnë me kuptu me zemrën e tyre ose me trunin e tyre fjalën e Allahut azza xal. Përndryshe nëse njëri nuk japet mas këtyre qefeve të mëdha dhe dyshimeve të mëdha, nuk ka mundësi që truni i tij apo mendja e tij me ran kundërshtim me shariatin e Allahut azza xal. Nuk ka kur fare mundësie. Në vazhdim thot Allah azza xal, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Pasi që përmend xhenemlit edhe dënimin e tyre, se jo rrallë shpesh Allah azza xal i përmend edhe xhenetlit edhe shpërblimin e tyre. I përmend bashk. Thot innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ata të cilët i friksohen Zotit të tyre kur janë vetë. Fshehtësi kur nuk i sheh as kusht tjetër. Ky është komentimi i parë. Komentimi i dytë që kanë jap dietar thonë ata të cilët i friksohen Allahut azza xal, i cili vet është ghaib, Allah azza xal. I friksohen Allahut pa e pa. E para i friksohen Allahut pa e pa. Edhe dyta kur janë vet i friksohen çati Allahut që se kanë pas subhanallahu.
për këta ka shpërblim tepër të madh, e që është lahum maghfira, mbulimi i gjunaheve tyne. Kur e bojnë një gjuna, pendohen te Allahu Azza wa Jalla, Allah më ja mbulon edhe ja mshef edhe u fal. Edhe më madh se kjo, wa ajrun kabira, në shpërblim shumë i madh, e që është xheneti Allahu te baraka wa taala. Pastaj thot Allah Jalla wa Ala, wa asirru qawlakum aw ijharu bihi. Ju drejtohet disa mushrikinëve, cilët kur kanë fol keq për pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kanë fol me zot vogël. Edhe kanë thonë falni me zot vogël, mos na nin Zoti Muhamedit. Muhamedi sinin sallallahu alaihi wasallam. Sa ai nuk është as-sami' që dëgjon gjithçka. Po Allah Azza wa Jalla Zoti i tij i dëgjon. Ata kanë thonë të folë me zot vogël, mos na nin Zoti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allah i ka thonë wa asirru qawlakum aw ijharu bihi. Jo nëse dani ol në zonën, më shef në çfarë po thoni, ose thunë haptazi. Innehu alimun bi dhati sudur. Jo vetë që dëgjon Allahu Jalla wa Ala çka po përshpëritni, po Allahu e ka dijen e plot edhe për ata që e keni thellë në gjoksat tuaj, thellë në zemrat tuaja. Bëni ju çka dëni, wa asirru qawlakum aw ijharu bihi. Falni haptazi, më shefnë, Allah Azza wa Jalla din ata që keni mbrana. Selamu që junin, subhanahu wa ta'ala. Ingjajshëm është edhe ajeti i surës Ar-Ra'd, ku Allah Jalla wa Ala thot, sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi. Për Allah një njëjtë është ai i cili e mshef në fjalë dhe thot me zot vogël edhe mundohet mos më ni kërkush, edhe ai që thot haptazi. I njëjtë është ai te Allahu Jalla Jalaluhu. Wa man huwa mustakhfin bil-layli wa saribun bin-nahar. Edhe ai i cili mshefet natën, do mi bëu do punë natën, do mi thon disa në natën, ku se shek kërkush, ku se ni kërkush, edhe ai që dali thot në pikë ditës. Te Allahu Jalla Jalaluhu janë të njëjtë. Innehu alimun bi dhati as-sudur. Pastaj thot ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. A nuk e din Allah Azza wa Jall çka po folni ju? A nuk e din Allah Azza wa Jall çka keni ju në gjoksat tuaj kur ai është al-latif al-khabir? Dy emra cilët kanë të bojnë me dijen e madhe të Allahut subhanahu wa ta'ala. Al-latif, ai cili e din çdo imsi, në detaje, sa do e vogël që është, sa do mshef që është, Allah Jalla wa Ala e din. E njëjta, al-khabir, ai cili e din çdo sen në detaje që është, çdo mshef e din subhanahu wa ta'ala. Atëherë, ala ya'lamu man khalaq, a nuk e din Allah i cili është krijuesi, edhe ai i cili ju ka kriju juve, qysh po menoni që ai nuk mundet me di çka keni në gjoksat tuaj edhe çka po përshpëritni. Al-Latif wa huwa al-Latifu al-Khabir. Huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Thot Allahu Jalla wa Ala është një dhe i vetëm, ai i cili e ka bërë tokën për juve të drejtë, u ka nënshtruar juve tokën, e ka bërë tokën të përshtatshme për juve, e ka bërë tokën e butë. Mundi me shfrytëzu tokën në shumë mënyra. Tokën, Allah Jalla wa Ala e ka bërë për neve që me fillimisht me jetu përmi ta. Kjo e para. E dyta, mujna me shku përmi tokë ku dojna. Pse se Allah Azza wa Jalla ka nënshtruar tokën, e ka kriju që është, te kish bo krejt tokën kodra të ndaja, s'kish mujt njeri me ecë. S'kish mujt njeri me shku aty ku e ka për qëllim. Njëjtë, ashtu Allah subhanahu wa ta'ala ka nënshtruar tokën që me punu njerëzit, me mbjellën të çka dojnë, po ashtu me ndërtu mbi të. Toka është e fortë, rën, njëkohësisht është edhe e butë, subhanallah, është e përshtatshme për me mbjellë të, po është edhe e fortë e manë, ku me ditë sa me dash njeri me ndërtu mbi të, mundet me ndërtu për mbi të. Po ashtu edhe njerëzit, Allah Jalla wa Ala ka lënë me i varrosën ta. E ka nënshtruar tokën që me mujt me qelë varrin, edhe mu varros krejt me hinë të, me nej derisa të fryhen sur, e kur vjen dita me dalë para Allah te bareke wa ta'ala. Po ashtu tokën e ka nënshtruar dhe na ka lecu neve që mi mshef senet e vlefshme në ta. Ka mundësi, shumë prej njerëzve përdorin tokën që mi mshef senet e vlefshme që i kanë në ta. Një prej dietarëve thot në kohën para një 40 ose 50 vjetëve, tregon që kurbanat kur i kanë prej në ditën e Kurban Bajramit, i kanë shti thellë në tokë në Medinë. Atëherë s'kan pas as frigorifera, as friza, as klima, nuk kanë pas ku mirujt ato me një temperaturë përshtatshme, e kanë qelë, e kanë gropu tokën
edhe i kanë shti mrena, i kanë lënë 1 ditë ose 2, shpejt sa mi hangër edhe mos me ju prish. Edhe për këta Allahu xhalla wa ala ka nështruar tokën edhe u ka mundsuar njerëzit që mi rujt edhe ushqimet e tyre brenda në tokë. Huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha. Ecni nëpër anët e saj, ecni nëpër rrugët e saj. Wa kulu min rizqihi. Edhe hani prej furnizimit prej rrezikut Allahu xhalla jalaluhu. Wa ilayhi an-nushur. Edhe dijeni që kthimi edhe grumbullimi i njerëzve është te Allahu subhanahu wa ta'ala. Ecni në tokën e tij, hani prej rrezikut të tij, po dijeni që kthimi është te Allahu xhalla. Ky rrezik nuk ka më kon për gjithmonë. Kjo tokë nuk ka më kon për gjithmonë, s'keni më shumë me shfrytzu për gjithmonë. Kujtojeni veten që kthimi është te Allah subhanahu wa ta'ala. Është interesant këtu sa i përket dynjas, Allah thot famshu fi manakibiha. Ecni nëpër rrugët e saj, nëpër anët e saj, wa kulu min rizqihi, edhe hani prej rrezikut të saj. Ndërsa sa i përket çështjeve të ahiretit, Allahu xhalla wa ala gjithmonë thret për shpejtim. Me ungut njëre, jo veç me ec. Për shembull surën al-Jumu'a, thot Allahu xhalla wa ala, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmi al-jumu'ati, nuk thot famshu, thot fas'au ila dhikrillah. O ju të cilët keni besuar, kur të bëhet thirrja për namazin e xumas, kur thirret ezani i dytë i namazit xumas, fas'au ila dhikrillah. Nxitoni, shkoni shpejt te përkujtimi i Allahut subhanahu wa ta'ala wa dharu al-bay' adhlani shiblerin. Dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Kjo është më e mirë për juve nëse jeni që e dini. Me kaq po e përfundojmë këtë ders. E me lejnë Allahut e vazhdojmë pjesën tjetër në mejlisin e radhës. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.